Kosova ka hyrë në një fazë të re pasiguria politike, pasi kuvendi nuk arriti të zgjedhë presidentin e ri brenda afatit kushtetues, pavarësisht përpjekjeve të shumicës parlamentare dhe seancave të zgjatura deri në mesnatë. Dështimi për të siguruar quorumin dhe votat e nevojshme për shkak të bojkotit të opozitës çoi në shpërndarjen e legjislaturës dhe hapjen e rrugës për zgjedhje të jashtëzakonshme. Përplasjet mes pushtetit dhe opozitës u thelluan gjatë 2 ditëve të fundit të afati me akuza të ndërsjella për bllokat politike dhe shkelje të frymës kushtetuese. Lëvizja vetvendosje ndryshoi disa herë kandidatët për president, por asnjë propozim nuk arriti të sigurojë mbështetjen e nevojshme, ndërsa partitë opozitare refuzuan të marrin pjesë në votim. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, deklaroi se janë bërë përpjekje për kompromis, por pa sukses, duke fajsuar opozitën për mungesë përgjegjësie. As rokod për brenda kryesisë kuvendit nuk pranuan as poste qeveritare, sepse realisht nuk kishin kërkesa për vete, kishin inat për neve, kishin mlef ndaj neve. Opozita po do të kështu, ose populli le të na hiqë krejt për i kuvendit, ose duhet me na dashur. Nga ana tjetër, LDK dhe PDK e kundërshtuan qasjen e shumicës duke cilësuar procesin të njëanshëm dhe jo serioz. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdiqiku, deklaroi se Vjosa Osmani nuk e shohin si quorum për presidente, por si presidente të denjë për Kosovën. Besoj që populli i Kosovës do të ketë mendim ndryshe për këtë çështje. LDK do të thejë procesin përgatitor për zgjedhjet e ardhshme. Në këtë klim tensioni erdhi gjithashtu dhe reagimi i ish-presidentes Vjosa Osmani, e cila u bëri thirrje qytetarëve për unitet dhe tek kalim të ndasive politike, duke cilësuar situatën si sfiduese, por jo të pakapërcyeshme. Mbrëm ka qenë një natë e rëndë për Kosovën, por ky popull ka ditur të ngritet edhe nga momente shumë më të rënda. Prandaj ka ardhur momenti që t'japim dashni dhe vetëm dashni për vendin tonë. Mjaft më me propagandë, mjaft më me urrejtje, mjaft më me përçarje, mjaft më me ndjellje të frikës, mjaft më. Zgjedhjet e reja pritet të mbahen brenda 45 ditëve, ndërsa skena politike hyn në një tjetër cikël përballjeje për legjitimitet dhe drejtim institucional.